Ky që boshini mas shpinës time është një prej rizorteve më të famshëm dhe më të shpërndar në rrjetet sociale në botë. Në fakt është e çuditshme sepse është bërë i famshëm në më pak se sa 2 muaj. Është hapur më 7 nëntor të vitit 2024, pra rreth 3 muaj. Nga tani ka një pamje fantastike, do mundohem t'ju tregoj një prej water villave. Shife, kjo është një prej villave, kanë krejtësisht villat pamje kozmike, pra shiheni me një pjesë ku mund të rish poshtë dhe ku mund të shkosh në det, pjesa tjetër, të gjitha villat janë prej metali, ato janë dizenjuar nga një kompani e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe janë prodhuar në Sharjah. Përballë po ju tregoj se si është deti, është një det fantastik, mbritja është në këtë pjesën këtej. Këtu është dhe mbritja me helikopter, ja ku po vjen helikopteri. Pra, po mundohem t'ju tregoj një pjesë të villave. U dizenjuar nga një kompani e Emirateve të Bashkuara Arabe, e cila punoi jo vetëm me eksteriorin, por dhe me interiorin, duke synuar që do të bënte villat më të veçanta dhe më të rralla që mund të gjesh në botë. Dhe në fakt duket se e arriti. Villat janë nga 168 metra, që është villa më e vogël, pra kjo që po shihni këtu përballë, shive dhe helikopterin që po ulet. Helikopteri është duke ulur në vendin e tij. Nga 168 metrë që është kjo villë, deri në 600 metra që janë villat mbretërore. Cilësia e ujit, kthjellësia e ujit është e jashtëzakonshme. Rizorti i ndërtoi villat, i dizenjoi në Arabinë Saudite në Dubai dhe i ndërtoi në Sharjah të Emirateve të Bashkuara Arabe. Më pas, secila prej këtyre kapsulave u soll me anije dhe u vendos këtu. Secila prej tyre peshon 150 ton. Shifeni, pra 150 ton thjesht janë montuar në pjesën e këtushme, shive dhe pjesa e fundit, e gjitha se si është e ndërtuar villa. Shqipara Resort praktikisht ishte prova e parë e Arabisë Saudite për të ndërtuar një kompani për menaxhimin e turizmit. Ata vendosën të ndërtojnë Red Sea Global, një kompani shtetërore, e cila duke marrë investimet e fondit të shtetëror të Arabisë Saudite, fondit sovran, vendosën të ndërtojnë një numër hotelesh në detin e Kuq, shifeni me çfarë bukurie të detit, çfarë manitje, të cilët do të ishin nga hotelet më të shtrenjta, më luksoze dhe më ekskluziv të botës. Arabia Saudite filloi të merrej me marketingun e tyre, duke ftuar personazhe të njohur, gazetar, media, për t'i bërë, pra për të ardhur në qendër të vëmendjes. Duket se janë më shumë një platformë marketingu, se sa thjesht një fitim, edhe pse thash është mahnitës, po ta shihni. Red Sea Global, pra kompania e cila po merret, vendosi që përveç hoteleve të njohura si St. Regis, Four Seasons, Ritz-Carlton, Intercontinental, Fairmont e tjera, të krijojë dhe një brand të vetin që të menaxhohet nga Arabia Saudite, duke bërë të njëjtën gjë që ka bërë Dubai me hotelet Jumeirah. Shiheni, pra kjo është pjesa e urës që të sjell, po e tregoj edhe një herë për të parë si është cilësia e ujit. Këtu është deti komplet, është i kaltër deri tutje. Kjo është pjesa e detit, pra e villave që janë në det. Ndërkohë që këtej po shkoj në pjesën e plazhit, se duhet t'ju tregoj dhe pjesën e plazhit. Red Sea Global vendosi të ndërtoj hotele që do të administrohen prej saj, pra që do jenë një brand i Arabisë Saudite. Ata ndërtuan Shqiparën për ta bërë të parin hotel dhe donin që ky hotel të ishte më i veçanti në botë dhe të rriqte vëmendjen e njerëzve më njëherë. Duket se e arritën, sepse nga hapja në 7 nëntor, ai është sot më i instagramizuari, më i shpërndari në rrjetet sociale. Sipas menaxherëve, cilët në fakt u treguan fantastik për të na shoqëruar me gjithë porosit që kishin, çmimi bazik i vilave është diku te 2500 euro, ndërsa vila presidenciale, që do t'ju tregoj në një video tjetër, shkon diku tek 30.000 euro nata në kushte normale, dollar nata në kushte normale. Kjo është pjesa kur hyn në zonën e plazhit.
Përveç Shibarës, kompania Red Sea Global ka ndërtuar edhe një tjetër hotel që e menaxhon, Desert Rock Hotel, i cili është rreth 45 minuta nga ana tjetër e bregut, sepse Shibara është ndërtuar në ishull. Shiheni pjesën e brendshme. Tani po mundohem të shkoj në pjesën e plazhit për ta parë se pse ky hotel është kaq i famshëm. Është bërë shumë shpejt, në fakt, nuk dihet se sa është investimi, nëse kërkon internet, personat që më shoqërojnë nuk thonë gjë, sepse për ta nuk është çështje e tyre, por mendohet që investimi ka shkuar në më shumë se $600 milion. Është njëri prej 50 hoteleve që po ndërtojnë në detin e Kuq Sauditët. Unë po shkoj tani në pjesën e pishinës, por më pas do ju tregoj pak dhe pjesën e recepcionit, që është shumë e bukur. Atë shkoj në pjesën e plazhit. Ky është bari, beach bari dhe pishina. Shiheni se sa çfarë pamje që ka. Është absolutisht ekskluziv. Rrallë gjen një hotel kaq ekskluziv, natyrisht tani është dimër, nuk është se ka shumë vizitorë, i shfrytëzojnë më shumë për marketing. Shiheni. Është pjesa e pishinës. Këto janë shezllonët dysh, pra, që rrinë, shezllonët e veçantë. Shiheni formën e çadrave. Shiheni dhe beach barin. Ndërkohë, këto janë sportet e ujit. Po shkoj në pjesën më interesante, që është deti. Hello, good afternoon. How are you? Good, how are you? Good, thank you. Welcome to Saraya. Thank you. Shiheni pjesën e plazhit. Absolutisht vështirë të gjesh një plazh më fantastik. Ne shpesh flasim për Maldivet, por pamja e këtij plazhi është po aq e bukur sa Maldivet. Ideja e Arabisë Saudite është të zëvendësoj Maldivet për atë që konsiderohet turizmi elitar. Domethënë, duan të marrin vetëm turizmin elitar të botës. Shiheni çfarë pamje ka deti. Nuk e di nëse edhe në kamera del aq i bukur sa është në realitet. Domethënë, një plazh që ka vetëm 2 shezllon të vendosur në gjithë të zonë. Dhe shiheni se çfarë uji është. Nuk e di nëse del aq bukur për ta parë. Është në fakt momenti jo aq i mirë për arsye të kohës, është shumë ftohtë, ftohtë për arabët, se jo për ne. Shiheni tani se çfarë uji është. Është Shebara Resort, resorti më i çuditshëm ndoshta që është ndërtuar ndonjëherë në botë dhe që supozon të jetë një prej pjesëve më të rëndësishme të marketingut për Arabinë Saudite. Po që po shihni mbrapa, që tashmë do ma tregoj Muhamedi dhe e falenderoj papunë, një nga menaxherët e Shibarës, resortit, është vila e dytë më rëndësishme, njëri prej resorteve më të famshëm të botës. Është një resort i krijuar nga i ndërtuar në Arabinë Saudite në detin e Kuq, i dizenjuar nga një kompani e Emiratet Bashkuara Arabe, nga jashtë dhe nga brenda. Të gjitha vilat janë ndërtuar në Sharjah të Emiratet Bashkuara Arabe dhe janë montuar në detin e Kuq. Shibara është resorti më i viral dhe më po quaj i publikuar në rrjetet sociale i gjithë kësaj zone. Tani unë do hyj t'ju tregoj një prej vilave më të rralla që mund të shihni në botë. Muhammad, this is steel? This is stainless steel. All of our villas, all the stainless steel. All the villas are All the villas are stainless steel and all. stainless steel. Absolutely. And this is the second biggest you have here. This is the second biggest, which is the Crown. It contains 3 bedrooms. Kjo është e dyta. Shifeni tani se çfarë mrekullie është. Është ndoshta vila më e famshme moderne në të gjithë botën. Unë do t'ju tregoj një për një. Muhammad, what is in the front? In front, Yes. it's the best scene you'll ever have. Është pamja më e bukur që ju mund të keni parë ndonjëherë, thot. Ta shohim.
show you. Oh, it's automatic. Automated and direct access to the piece. I'll open the door. So Even the other one is automatic. Huh? all of it. And you have your own remote to close it if you are outside as well. Dhe këtu dalim në pamjen e jashtme, po unë do t'ju bëj një tur të brendshëm përpara se të dalim jashtë. I have to do a tour inside, Absolutely. and then we can go outside. This is villa. Kjo është villa, kjo është tavolina e ngrënies. For how many people is for 10 people? This is for 10 people. This is for 10 people. Kjo është pjesa e ndenjes. Pjesa e ndenjes. What is this one, Muhammad? We always ask guests to guess. Çfarë është kjo? Duket e mrekullueshme, shife. Mini bar. This is the It's a mini bar. custom-made mini bar for Ky the është bar. custom made mini bar i bër sipas përmasave dhe duket një gjë spektakolare. Oh my god. Shifeni se çfarë ka. It has its own fridge as well inside. Over here. Mohamed, the guests, just a moment, yes? Even those. Yes, absolutely. And then you can close it. The guests especially are from Saudi Arabia or all over the world? All over the world. Shive si mbyllet, We have had several guests. several guests. Several nationalities. When you open for the first time, We opened November 7. e kanë hapur në 7 nëntor 2024 dhe janë të jashtëzakonshëm, është ndërtuar me fondin e Arabisë Saudite pra ndërtim shtetëror. There is the TV. Yes. Ky është televizori. TV and a small pantry area for services. Kjo është pjesa e kuzhinës vogël. This is the kitchen, a kind of kitchen. This is a kind of With the outdoor door. Exactly. The outdoor door is for the butlers or for the room Yes. service to come inside. Sepse shërbysit vinë nga kjo dera këtej, nuk kalojnë në mes përmes vilës. Is a small kitchen and this is marble. Everything is marble. Everything here Shifet is çfarë? marble. Absolutely. Mermeri. We have a small fridge over here and up here as well and storage area. Edhe pjesa asaj. And Mohamed, here is what is the master bedroom? The master bedroom is right on our left It's side in over it. here. Shohim pjesën e master bedroom. This is the first bedroom we have, which is the master. Mohamed, this is not real. People always say this until they come and experience it. And this is marble all? Absolutely, even the drawers. Wow. It will look heavy, but it isn't. All marble. Është e gjitha prej mermeri, është i njëjti, shifeni. I gjithi prej mermeri. All the smart system. Huh? Yeah, absolutely. You can control the curtains, the door, the AC, all from here, lights as well. And this is, oh my god. Shiheni si është vaska. This is marble. This is marble as well. Marble as well. Should be for 2 or 3 people, I I think. believe 4 can fit as well. Depending 4. on size. 4 veta mund të rinë kollaj, thot Muhamedi. Usually 2. Absolutely. Shiheni se si është pjesa e tualetit. This can be closed. Yes. This is also a custom-made grooming. How I can close it and open? Just a second. It. Yes. Yeah, I don't find Yes. the remote for it, but it's close and open. It's Ah, a and grooming it with area for light. the ladies. Yes. Perfect. Shifeni lavamanët, të shoh dhe veten se më duket çudi. And this is the shower? This is the Ky shower. është dushi, thot Muhamedi. It's one of the highest you'll ever find. Absolutely. Është dushi më i lartë që mund t'jesh, thot, ndoshta në të gjithë botën. Shiheni i gjithi prej mermeri. How is the normally price of the villa? 90K. 90 SR. 90 SR. Kjo është pjesa e garderobës. I bie me llogarinë që më thot menaxheri që kjo vilë të kushtoj rreth $30,000 nata dhe rrin vetëm njerëz special, thot ai, ndërkohë që janë një popull i jashtëzakonshëm, nuk kam parë mikpritje si këta në çdo vend që na kanë shoqëruar për të na treguar, janë të jashtëzakonshëm. Shifeni dorezën, televizori,
të shoh dhe 2 dhomat e tjera dhe përjashta. Kjo është dhoma e dytë. Shihni çfarë mrekullie. Ky është komplet high-tech, është një model tjetër. Dhe banja, edhe këtu me vaskë më normale kjo. Dhe këtu dushi dhe me skylight. Shife si vjen ndriçimi në banjë. Është jashtëzakonshëm, po shkoj dhe tek dhoma e fundit dhe pastaj të dal përjashtë. A kjo është pjesa e zyrës. Në të gjitha vendet që janë ndërtuar nga Fondi Sovran i Arabisë Saudite, që kemi vizituar, çdo gjë është e jashtëzakonshme. Kjo është dhoma e tretë, është me 3 dhoma vila. Shihni. Kjo është me 2 shtretër kryesisht për fëmijët. Dhe me një banjë pak më modeste kjo, modeste. Nëse quhet kjo modeste, edhe tualeti me të gjitha. U hapa automatikisht sa po afrova. Hajde. Dhe dushi, dhe tani po dal përjashta, është gjëja më e bukur që mund të shihni. Muhamet, Yep. this doesn't seem surreal. It doesn't seem real until you experience it yourself. And even after you leave, you won't believe it over here. Dhe shiheni tani se çfarë mrekullie është përjashta. Me pishinën. Me tavolinën e ngrënies, me barbekyn, me një vend që qëndron në mes të pishinës. Shiheni detin çfarë mrekullie është, deti i kuq, dhe kjo është vila dhe Muhameti. Unë dua të falenderoj të gjithë drejtuesit e Shebares, ju treguan të jashtëzakonshëm sot na hapën dhe vilën që zakonisht hapet shumë rrallë, më shumë për celebrit dhe njerëz familjes mbretërore për të na treguar. Mirupafshim.